Albdiag Solutions. Sot do të flasim për valvulën EGR, funksionimin e saj teknik, mënyrën e kontrollit nga paketa elektronike, sensorët e përfshirë dhe defektet më të zakonshme që shfaqen gjatë diagnostikimit. Siç u përmend, EGR është shkurtimi i Exhaust Gas Recirculation dhe ka për qëllim rikthimin e një pjese të gazrave të shkarkimit në kolektorin e thithjes, me synim uljen e temperaturës së djegjes dhe reduktimin e oksideve të azotit, NOx. Nga ana konstruktive, valvola EGR mund të jetë me komandim pneumatik ose elektrik. Në motorët modern, përdoret kryesisht EGR elektrike, e komanduar drejt për drejt nga paketa elektronike. Kjo valvol përmban një motor elektrik ose një aktuator elektromagnetik, i cili hap dhe mbyll gradualisht kalimin e gazrave të shkarkimit. Hapja dhe mbyllja e EGR-s nuk është thjesht on ose off. Paketa elektronike përdor sinjal PWM, pra modulim të gjerësisë së impulsit, për të kontrolluar saktësisht pozicionin e valvulës. Kjo lejon një hapje progresive, në përputhje me kushtet e punës së motorit. Për të verifikuar pozicionin real të valvulës, shumicja e EGR-ve moderne janë të pajisura me sensor pozicioni. Ky sensor zakonisht është i tipit potenciometrik ose Hall. Ai dërgon në paketën elektronike një sinjal tensioni, zakonisht nga 0.5 deri në 4.5 volt, që tregon sa e hapur ose sa e mbyllur është valvola në çdo moment. Paketa elektronike krahason pozicionin e kërkuar të EGR-s me pozicionin real të raportuar nga sensori. Nëse ka mospërputhje, sistemi e konsideron këtë si defekt dhe regjistron një kod gabimi. Në llogaritjen e hapjes së EGR-s, paketa elektronike merr parasysh shumë sinjale të tjera: sensorin e masës së ajrit, MAF, sensorin e presionit në kolektor, MAP, temperaturën e motorit, temperaturën e ajrit të thithur, pozicionin e pedalit të gazit dhe regjimin e motorit. Në disa sisteme, përdoret edhe sensori i presionit diferencial në EGR për të vlerësuar sasinë reale të gazrave që kalojnë në sistem. Në kushte normale pune, EGR aktivizohet kryesisht në regjim stabil, me ngarkesë të pjetshme dhe motor të ngrohur. Gjatë nisjes së ftohtë, në ngarkesë të lartë ose në regjim të plot gazi, EGR çaktivizohet plotësisht për të garantuar djegje të pastër dhe fuqi maksimale. Një element shumë i rëndësishëm në sistemet moderne është ftohësi i EGR-s. Gazrat e shkarkimit kalojnë përmes këtij ftohësi, ku përdoret lëngu i ftohjes së motorit për të ulur temperaturën e tyre. Kjo jo vetëm që ul më tej NOx-in, por edhe mbron komponentët e thithjes nga temperaturat e larta. Nga ana e diagnostikimit, defektet më të zakonshme të sistemit EGR përfshin bllokimin e valvolës EGR nga bloza, bllokimin e kanaleve të riciklimit, defekte në motorin e EGR-s, defekte në sensorin e pozicionit ose probleme elektrike, si ndërprerje kablosh dhe masa të dobta. Kodet e gabimit më të zakonshme lidhen me hapje të pamjaftueshme ose të tepërt të EGR-s, pozicion të pasakt të valvolës ose rrjedhje të pamjaftueshme të gazrave të ricikluara. Shpesh këto kode gabimi shkaktohen edhe nga defektet të sensorit të pozicionit të EGR-s, i cili dërgon në paketën elektronike informacion të pasakt për hapjen reale të valvulës. Defektet të tjera shumë të shpeshta janë bllokimi mekanik i valvulës EGR dhe grumbullimi i blozës në kanalet e riciklimit. Në shumë raste, valvula mbitet pjesërisht ose plotësisht e hapur për shkak të depozitave të blozës, duke shkaktuar futje të pakontrolluar të gazrave të shkarkimit. Si përfundim, për studentët dhe teknikët, është shumë e rëndësishme të kuptohet se EGR nuk është thjesht një valvol, por një sistem kompleks i kontrolluar elektronikisht. Diagnostikimi korrekt kërkon lexim të parametrave live, krahasim të pozicionit komanduar me atë real dhe verifikim të kushteve në të cilat paketa elektronike aktivizon ose çaktivizon sistemin. Njohja e funksionimit sakt të EGR-s është bazë për diagnostikim profesional dhe për respektimin e standardeve moderne të emetimeve.